Sulmet me dron në Rusi që goditën ndërtesa banimi në Kharkiv në verilinje të Ukrainës kanë vrarë të paktën 3 persona dhe kanë plagosur 32 të tjerë, thanë zyrtarët lokal. Sulme me dron të ndodhura në 3 prill shkaktuan zjarre, tha guvernatori rajonal Oleh, i cili shtoi se 2 fëmijë ishin në mesin e të plagosurve. Sipas tij, disa bloqe banimi shumëkatëshe u shënjestruan. Ekipet e shpëtimit ende janë duke kërkuar për të mbijetuar që mund të jenë bllokuar në rrënojat e ndërtesave, thanë autoritetet. Kryetari i Kharkivit, Ihor Terekhov, tha se forcat ruse kryen të paktën 14 sulme në Kharkiv brenda 40 minutave. Po ashtu, autoritetet raportuan për një të plagosur nga sulmet me dron në fshatin Ruski Tashki në periferitë e Kharkivit, vend banim që javët e fundit është goditur vazhdimisht nga dronët rus. Në Dnipro, ndërkaq 3 persona u plagosën pas një sulmi masiv me dron, tha guvernatori rajonal. Po ashtu, paktën 7 sulme me dron janë kryer në rajonin e Zaporizhjas. Në Rusi, kryetari i Moskës dha mëngjesin e 4 prillit se njësitë kundër ajrore ruse kanë zbrasur një dron që ishte nisur drejt kryeqytetit rus. Specialistët e emergjencës po punojnë në vende ku kanë rënë fragmentet e dronit, shkroi ai në Telegram. Agjencitë ruse të lajmeve më vonë cituan përfaqësues të Agjencisë Federale të Transportit që thanë se aeroporti Vnukovo në Moskë është rihapur me fluturime. Mediat ruse thanë se të 2 aeroportet të tjera ishin urdhëruar që të mbylleshin, por ende nuk është e qartë nëse këto 2 aeroporte kanë rinisur fluturimet.